Na jena diaspor, na jena folk shqipshow. Na jena diaspor, na jena folk shqipshow. Folk. Na jena folk shqipshow, na jena folk shqipshow. Na jena folk shqipshow, na jena folk shqipshow. Folk ship show. Sehr gut! Mirëmbrëmje, përshëndesin nga show. Folk ship. Guten Abend miteinander, alle Zuschauer in ganzer Welt. Heute Deutsch Sprache. Ich schwöre, heute auf Deutsch, ha? Auf Deutsch. Heute heißt voll Deutsch Show. Red Deutsch Show. Red Deutsch Show. Mirëmbrëmje që shqiptarëve edhe herë nga gjithë bota, kudo që janë në veçanti shqiptarëve të diasporës, faktikisht jemi emision diaspore, por shqiptarët edhe në Maqedoni Veriore do i përshëndesim sot të hapim emisionin kështu. Faktikisht që kemi mysafir nga Shkupi sonë në Folk Ship Show ekskluzivisht për herë të parë. Dhe shiko, femrat shqiptare gjigant janë heroina me pak fjalë, në gjitha aspektet. Janë të zonjat, janë të forta, janë të fuqishme, janë të suksesshme. Mirë, por ne kemi padur në gjitha llojet e formave, fushave, vajza, gra, femra shqiptare në përgjithësi shumë të suksesshme në misionin tonë. Mirë, po që do ftojnë në misionin tonë, apo që do ketë një femër që bën drift gjigant me makina, që dikush ka më thonë ç'është drifti, tash në të pa të kështu ç'është ai. E shohim. E shohim pastaj. Amo që ka edhe me bo drift, me i kallë, me i djek gomat, me e bo tymnojat i veni, vëlla, vetëm Ajshën e kena shqiptare, e më duket e vetëm ja shqiptare, me sa di unë nuk ka tjetër. Nuk ka mo, edhe s'guxohem me po, edhe nuk lëm me po tjera. Ajshja është kryesora, mos u largoni nga ekrani, pas pak do ta keni Ajshe Avdin nga Shkupi sonde ekskluzivisht vjen në Zvicër. Faktikisht që është në Zvicër, Ajshja sonde ka qenë edhe pjesë e diasporës shqiptare. Ka jetuar 9 vite në Zvicër dhe e ka lshuar Zvicrën për arsyet e saj familjare, mirë por në biografinë e saj shkruan që nuk jam mërzit hiç, edhe s'ma ka një hiç që jam kthy në vendlinjen tonë, edhe s'mu ka bo hiç që jam kthy në Shkup me jetu. Pra, nuk i ka bo përshtypje fare që e ka lshu Zvicrën. Para se të flasim me Ajshën e të zhvillojmë intervistë, i them Loçkanit t'i falenderojmë sponsorat tanë. Si çdo javë. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Natur und traumhafte Ruhe. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. Vielen Dank dhe faleminderit shumë Kompleks Anesi, fshati më i bukur turistik në Makresh dhe Gjilan. Bleni villën tuaj në këtë numër telefoni. Porositeni, sepse gjitha ajo kodër e bukur mund të keni komshit që vështirë me i taku në jetën e përditshme, aq komshit i mirë ka ky fshat. Ja ku keni me 270 metra katror vil, banim dhe 800 metër tokë se cila vil. Vilet janë realisht dizajnuar me marrash komplet një lloj, edhe e kanë një stil të veçantë, për më shumë do të më ble me shku me vizitu përpara, pastaj nëse ju pëlqen, që jam i sigurt që ju pëlqen, e bleni. Pa. Vielen Dank, Dentfix. Ihr Traumlächeln in besten Händen. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Fame Haliti. Von Vorsorge bis ästhetische Zahnmedizin. Dentfix sorgt für Ihr gesundes, strahlendes Lächeln. Vielen Dank. Faleminderit Dr. Fame Haliti dhe faleminderit shumë për bashkëpunimin, faleminderit shumë për punën e mirë që bëni, faleminderit shumë për gjithçka që i dhuroni shqiptarëve diasporës në përgjithësi që vinë dhe ndjen shumë rehat duke rregulluar gojën e tyre, dhëmbët e tyre, buzëqeshjen me implante, pa implante, me kirurgji, pa kirurgji, me gjitha venerza, pa venerza. Pastaj doktor na prit se do jemi te ti. Do vim të zhvillojmë intervistë së bashku se kohë të gjatë kemi kaluar pa e vizituar shtëpinë e madhe të Dentfix. Faleminderit shumë që jemi neve.
Vielen Dank, Care and Hair Fix. Mit modernsten Methoden bietet Care and Hair Fix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Danke. Mos u largoni përsëri sepse do shkojmë pak në shtëpinë më të madhe, më të bukur, e cila bën mbjelljen e transplantin e flokëve. Ja ku do jemi pas pak në Care and Hair për ta parë nga afër, jo vetëm unë, por të gjithë shikuesit anë mban botës. Faleminderit shumë Care and Hair. Danke vielmals, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Me Prishtina Ticket udhëni çdo ditë nga Gjeneva, Bazeli, Zyriu për Prishtinë, dhe na sjelltas Prishtina, Zyri, Basel, Gjenev dhe në gjitha destinacionet e Evropës mbi 17-18, nuk e di valla. Me Prishtina Ticket udhton mirë, lirë dhe sigurt dhe pa turbulenca. Me herë dridhet, po nuk ka rrezik. Faleminderit shumë Prishtina Ticket. Eda Gold në Gjilan, Vedat Hasani, një djali suksesshëm në lagjën e argjendarëve në Gjilan. Mos harroni, në Gjilan, lagja e argjendarëve, Eda Gold, lexon me të madhe aty, lider sa i përket argjendarisë dhe produkteve të arit, të argjendit dhe gjitha me radhë. Kështu që mos e ndroni, kush ka dëshirë për të blerë, për fejesa, martesa, apo për ditëlindje, apo për dhurata, Eda Gold në Gjilan ju pret dhe realisht jam i sigurt që Vedati, nëse shkoni në emër të Folk Ship Show, do ju bëjë çmime shumë të mira tash në prag festave, duhet patjetër që të bleni të bëni dhurata dashnive tuaja. Kështu që të Eda Gold mes Gjilanit, Vedat, faleminderit shumë që me Folk Ship Show. Kush bëhet mësuesi e kush nxënësi? Momentalisht marrash si dushti. Të bona unë një herë mësues. Ti je mësuesi. Po. Unë jam nxënësi. A jeni këtu nxënës? Këtu mësues. Anë mirë, vazhdojmë me mësimin sot. E kemi do fjalë që duhet mi zavendësu. Fjalë të huaja, në format e gabuar, duhet mi zavendësu me fjalë në gjuhën shqipe. Po. Ndërhyva. Ndërhyva, mësues. Ashtu duhet më thonë? Është gabim. Është gabim, nuk duhet më thonë ndërhyva unë? Duhet me korrigju këtë fjalë. Duhet me korrigju. Ç'është është korrekt? Sipas grafikës që keni nxjerrë mësues, ndërhyra. Bravo. Me r, ndërhyra unë, jo ndërhyva. Një pikë për Po interesant, faleminderit për pikën, po shumë interesant, ndërhyva, ndërhyra, të dyja janë shprehje që i kemi përdorur realisht. Po ndërhyva ka gabim mësues, nuk është shprehje shqipe, Është gabim, po. Është gabim, forma gabuar realisht, nuk është zëvendësim me fjalët e huaja. Kjo është forma gabuar e të shprehurit dhe forma e duhur të shprehurit. Pra ndërhyra, okay. Këto janë këshilla. Po, këshilla. Intensiteti. Intensiteti mësues. Intensiteti. 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 Se unë jam i mësuar me thënë fjalën. Më mësues se në formën e saktë. Si keq pastaj. Anë nxënës. Intensiteti është e gabim, a? Po. Pra, forma e gabuar në gjuhën shqipe është intensiteti që ka gabim, kurse zëvendësohet me formën e saktë, intensiteti. Një në duhet me shtu. Po. Intensiteti. Intensiteti, po. Edhe një pikë. Edhe një e mora, dhe më thonë. Edhe një fjalë, marimang. Marimang. Është gabim. Nuk është marimang, dhe më thonë, marimanga, për shembull, dhe fjala, regjia, nëse marimanga e zez, është e të zbrit, nuk dhe më thonë marimanga, po. U dhe që ka më thonë me merimanga. Shumë interesant mësues, Hiç se kom ditë. Në fakt as mësuesi se ka ditë. Edhe mësuesi se ka ditë, emër mësues. Po kush të ka lënë ty? Hare se mu më ka lënë ti, po ty kush të ka lënë? Gjithmonë mund me mësu njeri. Sjellja e të rinjeve. Sjellja e të rinjeve. Sjellja e të rinjeve. Po nuk është eja mësues. Eja është gabim. Eja është tepër. Pra sjellja e të rinjeve. Mësues, a e të morë situatën ndora jo mësues? Ta ndrojmë. A ta ndrojmë, po në mësuesi? Ti bësh mësues. Okej, a ka dalë nxënësit krejt? Këtu mësues. Bravo nxënësi Marash. Atëherë, sjellja e të rinjeve është forma e gabuar në të shprehur në gjuhën shqipe. Pra, sjellja e të rinjve. Rinjve pa rinjeve. Rinjve është forma e saktë.
Forma e gabuar tjetër, ishin vjelur, pra betimi ka vjell rrushin, në qoftë se ka pas rrusht të shtëpia. Gjithashtu ka po betimi. Ishin vjelur rrusht, fjala bjen betim, është formë e gabuar, pra ishin vjelur nuk është e saktë. Në gjuhën shqipe i dashur nxënës, Ishin vjell rrusht nga betimi. Ishin vjell rrusht nga betimi. Vjell, jo vjell. Vjell, pra me shkëput. Besimi jot. Pra në qoftë se të pyesën ty besimi jot, cili është, shprehja nuk që ka e duhur besimi jot. Shprehja e gabuar në gjuhën shqipe. Jot. Besimi jot nuk është e saktë. Zëvendësohet me shqip besimi yt. Pra me yt. Po. Regjia mos harro këtë kameramanin më nxjerr ka herë, aty se në total dukesh gjigant, mos fut në gisht mos harro si e gjithmonë në kuadër, gjigant, lutem, rrini mirë, bukur, mos fleni gjumë. Besimi yt, jo jot. Mësus. Bjeri Borijes, këtë Bjeri Borijes, sa artë. Bjeri Borijes që ka forma e gabuar në gjuhën shqipe. Borisë. Pra, Bjeri Boris, pa qa ishte kjo? Po, eja Boris, është, me këtu është në fund. të shpeja gabuar, eja është para sës, atjas është mbrapa. Borisë, jo Borijes, Borisë. Do shikohet ndeshja sonde, për shembull. Nuk thuhet do shikohet, do të shikohet, jo ti, do të shikohet ndeshja sonte. E kjo është forma e Korekte. saktë në gjuhën shqipe.